Komenti më i shpesh që marr është jam shumë artikuluar dhe sot dua të ndaj 4 këshilla me ju se si të përmirësoni pak komunikimin tuaj. Ndodhen e mërzitshme, por e para është të lexoni libra. Sekreti qëndron tek fakti se gjitha fjalët e reja që nuk kuptoj, qoftë nga romani, qoftë nga një libër zhvillimi personal, i kërkoj në fjalor, i gjej kuptimin dhe pastaj i shkruaj tek notë të telefonit ose i vendos në një fletore shënimesh që t'i kem gjithmonë aty t'i rikujtoj, t'i përdor dhe të pastroj fjalorin. E dyta është të dëgjoni podcaste. Jeni duke ngar makinën, jeni duke bërë punën të shtëpisë, thjesht vendosni një podcast dhe dëgjojeni. Shumë e mirë nëse doni të merrni dije, të jeni efektiv me kohën. Së treti është të studiosh. Jo të jesh student në universitet apo të mësosh librat e shkollës. Mbarove si qeni student, ti në jetë mëson çdo ditë. Interneti është plot me informacione tani. Thjesht çdo ditë mundohuni që të mësoni diçka të re që nuk e dinit më parë. Kështu akumulohen edhe përvetsoni shumë dije. Dhe katërta është të jeni aktiv. Për mua të qenit aktive çdo ditë ndihmon shumë në shëndetin e trurit edhe të pastrurit një mendje të qetë. Një mendje e qetë e ka më të thjeshtë të përthith informacione dhe të marrë dije. Dhe këto janë 4 këshillat e mia se si mund të përmirësoheni sadopak. Paktën unë këto ja aplikoj, mundohem t'i bëj sa më shpesh. Më thoni nëse doni ndonjë këshill tjetër, ndonjë video tjetër edhe ju dua shumë.